kam bindje që ka kohë që diskutohet, hapi i parë është hedhur dhe kërkesa e Presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në mandatin e parë në 2016, ka qenë samiti i NATO-s në Wales, që ju kërkoi të gjitha vendeve anëtare nëse duan siguri dhe mbrojtje, duhet të rrisin buxhetin e mbrojtjes për sa i përket modernizimit, por edhe të gjithë konfigurimit të forcës së armatosur si një forcë e gatshme dhe e saktë për të kërkuar dhe për të vepruar në mënyrë të menjëhershme në rast konfliktesh cilat do qofshin këto. NATO në 75-6 vjet, do thosha tash të jetës së krijimit të saj që nga momenti i parë, do thosha që ka funksionuar dhe ka luajtur rolin dhe kryer misionin që ka patur. Por, për herë të parë, në aspekt të një konflikti, në zbatim të nenit 5 të kësaj aleance politike ushtarake, ka qenë vetëm viti 99, kur pa miratim të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, u godit diapozitivi ushtarak i ish Federatës Jugoslave në rastin e genocidit mbi popullin e Kosovës. Nga ai moment, është hera e dytë tashmë që NATO-ja është përfshirë, do thosha që nga 2014 në moment në të cilin Rusia aneksoi Krimen, dhe kjo ka qenë pjesa në të cilin NATO në mënyrë jo të dukshme të drejt për drejt, por ka vepruar dhe ka ndikuar derisa erdhi viti 2022, ku Rusia pa asnjë arsye dhe në kundërshtim me çdo lloj konvente ndërkombëtare, ndërhyri dhe prej asaj kohe vazhdon konflikti dhe luftra me një gjakderdhje të madhe, thoshë nga dy palë. Prenga, lexoj në deklaratët tua se duhet thënë, pra, duket se Amerika është i vetmi shpëtimi i Europës dhe duket se Washingtoni dhe shijon këtë përçarjen që ka brenda kontinenti, edhe sa i përket çështjeve më të rëndësishme të mbrojtjes. Unë do ta shikoja pak më herët që në momentin kur Bashkimi Evropian ka zënë fill, si themi, në mes të bashkimit të shoqatave apo ekonomime mes Francës dhe Gjermanisë, aty ka zënë fill.